Po shkojmë tash në Tiranë të ndëruar shikues përmes një komunikimi virtual. Flasim me regjisorin Valmir Tertini për një prej projekteve të tij të fundit. Është një projekt jashtëzakonisht interesant. Pinokjos Harvard është projekti që po ngjall vëmendjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm. E përshëndes njerë Valmirin nëse po na dëgjon, mandej edhe sqarojmë për më tepër detaje. Mirëmëngjesi Valmir. Përshëndetje nga studio, për shkak kamerës nuk po të shoh, po ja, tash po të shoh. Mirë, Valmir, flasim sigurisht një ditë në program, ne patëm si informacion për këtë projektin në cilin ti e përfshirë, edhe është një projekt vërtet shumë interesant, bëhet fjalë për atë pizzerin e famshme të Harvardit aty, apo jo? Tek e cila janë ushqyer edhe disa prej figurave që sot janë ikonike për punët që i bëjnë. Tregona pak më shumë, si erdhi te ideja, çfarë ndodhi, si u bë puna? Bëhet fjalë për Pinokion, kushdo që ka qenë dhe kushdo që ka dëgjuar. Pinokjo është pizzeria ikonike në Harvard. Aty kanë hangër shumë të njohur, shumë student nga Harvardi. Ka shumë vizitor, kushdo madje që e viziton Harvardin duhet ta provojë edhe një pizza atje. Ka më shumë se 66 vite, por nuk është vetëm kaq kjo histori, pra aty ka hangër Marku, Bill Gates, kanë hangër shumë njerëz nga Hollywoodi, madje vazhdojnë prapë të shkojnë, kthehen. Për shembull, si ishte edhe ditëlindja e 42 vjetorit të Mark Zuckerberg, i cili shkoi me gruan dhe e festoi aty ditëlindjen për të kujtuar pak a shumë edhe momentet e studimeve, por ne kemi pas nderin dhe kënaqësinë që edhe aprovimin e Bill Gates që ta kemi në dokumentar. Në fakt, xhirimet kishin kohë që ka ndodhur, po ne po prisnim ato pjesët të cilat aprovimet nga zyra e Bill Gates. Unë kërkova madje që ai të vinte edhe një ditë ekstra për ne, sepse në ditën e xhirimeve ai xhiroi për ditarin e tij, por përkushtimi për ngrohjen globale, pra nuk e bëri edhe duhet priste më shumë kohë, ndërsa unë kisha vendosur një deadline për veten që dokumentarit të dilte, pra në fillim të vitit 2026. Mirë, Valmir, para se të flasim për Bill Gates, për kontaktin që ti patë edhe për këto detaje, se nuk e di, po flet për Bill Gates si me fol për, nuk e di, një shok mahallës. Po më intereson mandej edhe kontakti që ke pas me të dhe rruga deri te kontakti, po hajde po shpjegojmë pak për këtë pizzerin Pinokjo që është kaq e famshme. Pra, pothuajse prej 60 vjetësh është kthyer në një pikë referimi kulturor ku ushqimi edhe historia, si më thon, ndërthurën. Pse është e veçantë pizzeria Pinokjo? Ç'a është karakteristikë edhe si ra kjo krejt në radarin tënd? Unë kisha kohë që kisha dëgju në serialin Sut, pra kostumet në gjatë pandemisë kisha pa këtë serial, edhe më bëni kurios pse kjo pizzeri të përmendet, edhe hyra kërkova në internet, edhe është një pizzeri me 6 tavolina. Unë do thoja që nga luksu që kemi në Kosovë dhe në Shqipëri, ne as që do futemi në atë pizzeri të hanim, sepse do paragjykonim shumë. Mirë po ja që të gjithë shkojnë atje, madje edhe yjet e Hollywoodit, madje edhe të gjithë studentët kanë qejf përpos që hanë një picë ose një saps, aty mund të ulen edhe të bëjnë ndonjë aplikacion. Nga momenti që personazhi im pra është Adams, është një italian i cili është pronari i pizzerisë, trashëgimtari i pizzerisë, edhe ai njofton për çdo gjë që ka konkrete që mund të xhirojmë, siç ka ndodhur edhe me disa të tjerë që Valmir do vi në rastin e Bill Gates, edhe ne ishim aty në momentin e xhirimit, pavarësisht që pizzeria është shumë e vogël dhe ekipi i Billit të xhiroi një kohë përpara dhe pastaj edhe ne. Por e kemi pra konfirmimin e tij, kemi pas ai na ka uruar dhe zyrtarisht me email për Pinokion, sepse të kthehesh mas gjithë asaj fame prapë të Pinokjo, domethënë ka ngelin e mendje ajo. Edhe unë mendova në fakt që kishte një dokumentar për Pinokion, sepse tjetë aq e njohur dhe të mos ketë një gjë e tillë. Mirë po, kishte shumë artikuj, ishte përmend në seriale dhe filma, por nuk ishte. Kështu që Adams pranoi që unë ta realizoja këtë dokumentar dhe është një
punë shumë e mirë dhe një dokumentar fantastik, observativ, pa narracion, pa intervista, vetëm nga komunikimi i Adams me klientët, me studentët, me vizitorët, kuptohet kjo histori e Pinokios. Në orën e djathtë kur futesh tek Pinokio, është një mur i famshëm ku aty janë gjitha fotot e yjeve që e përmend. Që janë ushqy aty. Për kurreshtje, Valmir, ushqimi a është pica që hahet aty ose çdo që ofrojnë si ushqim? A është diçka shumë e dallueshme prej të tjerave apo thjesht është pak a shumë e zakonshme? Do thoja është picë e zakonshme. Unë kam udhëtu në shumë vende nëpër Evropë ose edhe në Amerikë. Atje po pica që bën Pinokio është pak më e trashë, po ka lëndshmëri janë nga ato picat katërore të shpejta. Zakonisht picat e New Yorkit domethënë nuk janë në atë stilin, por Pinokio ka një stil katëror të picave të shpejta, nuk do thoja që është më e mira, sepse pikërisht domethënë edhe pse vin nga Italia, por ky stil i picave që është pak më i trashë, ndoshta unë se kam preferuar për vete flas, por studentët kthehen aty, madje është interesant që gjatë natës bëhet një linjë shumë e gjatë, do thoja ndoshta edhe deri në 300-400 metra për të pritë e për të futur në Pinokio për të marrë diçka për të konsumuar. Okej, shumë interesante. Tregom një herë për kurreshtjet time. A është realizuar ndonjëherë diçka për këtë piceri, nuk di, në tip dokumentari, reportazhi, shkrime, besoj edhe po, me që është kështu kaq që njohur, kaq që famshëm edhe kanë. Shkrime. Po. Edhe mandej si kishte ti kontakti me pronarin, sa ishte gati ai me ju leju me realizu gjithë këtë projekt. Edhe nëse mundet prej regjisë veç pak Unë kisha vizitu Pinokio. Edhe në momentin kur unë ftova Adams, pra pronarin, për t'ia propozuar këtë ide, isha bashkë me Nusën se e ftova tash hajde do shkojmë te Pinokio, se është për këtë arsye është kështu e famshme. Dhe në atë ditë unë i propozova, i thash që se unë i kisha pyet më përpara a ka një dokumentar dhe më tha që një dokumentar artistik nuk është asnjëherë i realizuar, ka pas shumë kronika. Në mediat lokale në Boston flitet shumë edhe pse Pinokio është në Cambridge për picat që konsumojnë shumë dhe gjithmonë e përfshin Pinokion, madje shumë lajme aktuale, mund të thënë kanë qenë para 1 muaj, para 2 muaj, para 3 muaj, çdo muaj flitet për Pinokion. Të thash që e kam përmend në seriale, e kam përmend në filma, e përmendin shumë në rrjetet sociale, mirë po nuk ka pas një dokumentar dhe kjo ishte edhe arsyeja dhe nxitja që unë t'ja kërkoja që ndoshta t'isha i pari që po bëj një dokumentar për Pinokio. Valmir, a ishte edhe pyetja kush je ti, nga vjen ti? Gjithë ta regjisorë që i kemi këndej, ti po vjen prej Kosovës se po e bën dokumentarin për Pinokio. Nuk ishte ti po vjen prej Kosovës, por patjetër që me stil është nga ata tipat italian, të cilët me stil më fal si shqiptohet emri mbi emri, edhe shkoj për 2-3 minuta deri tek banaku edhe me siguri ka kërkuar dhe direkt pranoj, sepse në momentin kur unë po i kërkoja diçka nga telefoni dhe kur e hapi telefonin ishte emri im në Google dhe aty e kuptova që ai kishte bën një kërkim, domethënë nga ai kishte shfrytzuar. Se mendoj që edhe mund të vinë shumë njerëz edhe të bëjnë një gjë të tillë dhe është normale të bëhet një kërkim për një njerëz që sapo e njeh. Po më intereson ç'a janë, se në çfarë faze jeni Valmir deri më tash me dokumentarin, edhe mandej kur po mendoni me përfundu, edhe mandej cilat janë ambicjet, ku keni më shfaq, deri ku po doni më shku me këtë punë që po e bën. Unë do thoja që struktura, domethënë si historinë ne e kemi dokumentarin, tregon çdo gjë, tregon bisedat, se si Adams vjen e furnizon pizzerinë, si bëhen picët, komunikimi, kush ka qenë aty, pse vin kaq shumë vizitor, çdo gjë tjetër e kemi, por unë do thoja i kam mbyll xhirimet, mirë po kam pas edhe një konfirmim tash para 3 ditësh me email me kryetarin e komunës së Bostonit, Michel Wu. Edhe ka mundësi që në janar, nga që
kishin edhe zgjedhjet atje dhe u rizgjot prap ajo. Ai ka qenë një student e Harvard dhe mund ka premtu që do vi dhe ka mundësi që do bëjmë edhe një ditë xhirimi që ta përfshijmë edhe Michel Wu nëse bijem dakord, domethënë që të bëhet ky xhirim në janar. Përndryshe do vazhdojmë me post-production, me montazhin dhe unë mendoj nga marsi, eventualisht prilli ne do kemi premierën në bashkëpunim me produksionin e mediave në Harvard. Unë kam thonë që do ishte mirë ta bënim një premierë në Harvard, po për shkak sallës, domethënë përshtatjes audiovizive, ata kanë thonë që është shumë mirë të bëjmë në Boston, ndoshta në Rath Hall, në auditoriumin e madh që është mbi 400 vende dhe ka një cilësi tjerëzakonshme kinemare. Okej. Mirë, po besoj kemi me shfaqje edhe këndej, apo, Valmir? Unë e kam nisë këtë projekt ka kohë, madje fillimisht desha ta realizoj me një produksion amerikan, por në verë unë hapa kompaninë time, Vid Films në Amerikë, që realizon video dokumentar në Boston dhe një New York. Por dokumentari kësaj radhe duhet ta sfidoj veten në festival, më shumë në festivalet në Amerikë, po patjetër edhe do të dërgoj edhe në festivalet tona që kemi këtu dhe në Europë. Valmir, po më intereson edhe diçka te Bill Gates, se fillova me fol, më herët po thash në klasin për dokumentarin, mandej te kontakti që ke pas me Bill Gates, një klient i dikurshëm apo jo, edhe i rregullt i kësaj picerie. Si ishte kontakti me të edhe mandej çfarë përshtypje ke për të personalisht? Një prej njerëzve do të ndikim edhe më të pasur në botë. Po, ndoshta Billi atë ditë ishte shumë i zënë, sepse sa po shumë kishin bërë dhe ca xhirime para se të vinin me grupin e tij, edhe sigur nuk ndejti shumë aty, se vetë edhe stili i pizzerisë bën që të mos rris shumë, domethënë të vish të marrësh një picë, mund ta konsumosh, mund ta çosh një email ose diçka e tillë ose mund ta marrësh me vete, edhe xhirimet nuk është që zgjaten shumë, mund të them ndoshta diku tek 20 minuta, sepse çdo Pinokjo ishte njoftuar për këtë gjë. Asnjë klient nuk u largua nga Pinokjo, ai deshi ashtu të futej, shkoi, bërë një prezantim para se të futej, u fut, mori një pica, ullu e konsumoj dhe kishte një përshëndetje dhe kaq. Unë nuk pata një kontakt direkt atë ditë, po fola me Francescën, me asistenten e tij, edhe pastaj kemi mbajt kontakte të vazhdueshme. Ajo më pranoi që do vi ekstra një ditë vetëm për ne, mirë po u shtyn shumë muaj, u bën një muaj, u bën ndoshta edhe më shumë se 7-8 muaj, 10 muaj. Edhe pastaj më konfirmojnë që ai është fokusuar shumë tek ngroja globale dhe ndoshta do ishte më mirë nga materialet që kemi. Po është një pjesë e shkurtër kur do jetë edhe Bill aty, po ka unë në storyn e dokumentarit, pavarësisht emrit të madh të Bill, unë mendoj që është ajo pjesa artistike, pjesa gjithçka që Pinokjo Harvard përcjell tek audienca, tek klienti, tek çdo gjë. Okej. Valmir, përndryshe ti tash po e ndon jetën edhe profesionale, edhe të përditshme mes Amerikës, Shqipërisë, Kosovës, apo thjesht e ke një vend ku qëndron më gjatë, këto tjera ti ke për me shku me kry punë dhe me u kthy në fole, si me thonë? Unë kam hyrë në vitin e 11 që jetoj në Tiranë, për gjithmonë Kosovë, Shqipëri, Kosovë, Shqipëri, por ky vit ishte më shumë në Boston, pra në Amerikë, sepse unë po bëj edhe kërkimet shkencore për temën e doktoraturës, për efektin e filmit, dhe jam antari i bibliotekës të Boston Public Library, aty i bëj kërkimet e mia shkencore, aty janë mbi 1.5 milion libra, dokumente, filma, edhe aty kam gjetë komoditetin pavarësisht edhe anketave që bëjnë në Harvard, në Emerson, në Suffolk University. Të gjitha këto, domethënë do thoya që ky vit ndoshta
3 qerek ishte më shumë në Amerikë dhe kam edhe një vit e ca për të mbyll këtë tezë, kështu që më shumë do jem atje. Po tani do doja më shumë, po sa vi në Shqipëri, pikërisht unë ka familjen në Gjapon dhe jem mes 3 shteteve ose 2 shteteve. Mirë, Valmir, nëj projekt kështu në horizont, nëj plan në horizont për nëj film, dokumentar, ose që dhe qoftë? Po, kam punu edhe me një projekt shumë të madh, do thoya se sa Pinokjo. Kam qenë edhe pjesë e xhirimeve të Boston Blue, 3 ditë që ndodhen në Boston, një equipment i madh i xhirimeve. Kam klasën e filmit, gjithashtu nga librat që kam marrë më është ofruar nga stafi i Boston Public Library që të kemë në klasën e filmit ku diplomuan studentët e mirë javën që shkoj. Kam një projekt shumë të madh që besoj do jetë pas Pinokjes, po mos t'ja marrim shumë vëmendje në Pinokjes. Sigurisht ne kemi me qenë këtu për me të përcjell Valmir edhe për projektet tua tjera, po uroj që me pas shëndetin radhë parë edhe krijimtari të begat artistike edhe në vazhdim. Faleminderit shumë për kohën sot, Valmir. Faleminderit shumë Agron për çdo gjë, domethënë prej fillimeve të mia gjithmonë Radio Televizioni i Kosovës ka qenë mbështetje, domethënë pa i njohur, gjithmonë më kanë shkruar, jo vetëm Radio Televizioni i Kosovës për çdo gjë, po është kënaqësi madje unë edhe kur kam qenë ndoshta edhe shumë i ri, kam dëgjuar edhe zërin tënd gjithmonë ndoshta shpejt nga kjo programet e mëngjesit, kam lexuar librin tënd debatit televiziv të cilin ju rekomandoj çdo gazetari të ri që vjen në këtë fushë. Okej, shumë faleminderit, ti më befasove me këtë pjesën e fundit. Valmir, me pas ditë, s'kisha po kur gjë më ndryshe. Se kaq. Shumë faleminderit, Valmir, edhe njerë pas shëndet edhe krejt mirat. Mirupafshim. Mirupafshim.